Unë quhem Klin Gaçe, vi nga qyteti Vlorës dhe jam 18 vjeç. Klin Gaçe është në The Voice of Albania 4, është edhe arsyeja sepse Aurela Gaçe nuk është më trajnere tek ne, sepse nëse do shtypte butonin do thonin konflikt interesi, nëse nuk do shtypte butonin do thonin mos e ka fisë për ju. Nuk kam qenë ndonjëherë në skena kaq të mëdha dhe shpresoj që emocionet sot jenë me mua. Po pse do të bësh tenor? Ajo është domethënë jeta ime më thonë. Po mendoj se të gjithë trajnerët do kthehen. Çfarë do këndosh sot? 1,000 years. 1,000 years. Jo si tenor. Okej, këndohet si Klint Gaçe. Unë po mundojmë që të njohim më shumë skenën, me publikun, duar rokitjet, me jurin. Uroj që të dalësh. Faleminderit. Zysh Alma pyet pse e shtypa në fund. E bana me vetdije që të mërzit të me ftyrën e Almës, edhe të qifte i ftyrë të re dhe të qifte të Vas. Me puq. Je stil, je komplet stil. Sa vjetë që e më falë dhe emrin? 18, Klin Gaçe. Kam dhënë prova që kam punu shumë mirë me djemët. Gjithashtu edhe unë. Repartu shtarak s'ke pas e herë, po... Po... Tani me ato goca që kam unë, ti duhet visht po... Mirë, vazhdo? Atëherë shiri, pantalonat e shile, vetë se të repartu shtarak. Unë fakt, pata mundësi me pa që në notat e para kur u ktheva. Dhe në momentin që të thash qesh, tingulli doli më i bukur. Prandaj nuk ke pse këndon një grysur. Ti ke një zë shumë të bukur. Je shumë stil, je shumë i ngrohtë. Falsetoni kishe yll bukur, asa një gjoj veshjem. E ndjen me nuhati që ka qenë vike e ekipi. Tani mund të zgjedhësh nga 2 veteranët e luftës këto. Një falenderoj gjitha. Po do i iki se ashu kam i punë. Okej. Falenderoj gjitha. Po unë duaj që të shkoj me profesor si diri. Bravo, një sajtë. Hajde more tenor, hajde, bravo. Ishte super. Super, ha? Ishte shumë qef. Nese, ty baba jo, pasport, po kënë të u dritë. Shikës të dritë e mu? Shumë emocione, ha? Po mirë, dero tani shumë bukur, në planë, si pas planë, diçka. Si driti në opera, okej, nuk është tenor, po qënë si ka, rruga dero tani është me semafori shi. Okej, i lumë të ti? Super. Qësoj pak brave.
Se u bë për unë thot. I Ice Bucket Challenge nga kështë. Klinti dhe pse i ri në mosh, vetëm 18 vjeç, them drejtën mbindi me natyrën e tij të veçantë vokale, e cila nuk ndodh shpesh që të jetë në talent show të tilla, edhe për vetë faktin që është i vogël, do respektoj absolutisht shijet e tija vokale, sepse normalisht një moshë e tillë, por këtu palën në një anë dhe mënyrën me cilën unë do e udhëheq në ekipin tim.